الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, mirënjohjet, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Ata falenderojmë për Tij fale, udhëzime kërkojmë, salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të mira, më të plota, më të përsosura mbi njeriu më të mirë, mbi zotrinë e gjithë njerëzimit, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe të cilëtër dhe të ndershme, dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar të pranishëm, do të ndajmë disa çaste, disa minuta para hutbës së xumas, që sfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam, duke shoqëruar fjalë dhe shpjegime të dietarëve dhe ulemave të muslimanëve. Jemi në vazhdën e mësimeve të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, të cilat i ka zgjedhur Imam Buhariu rahimahullahu taala për që një tërbije dhe për që një edukim i mirëfillt i një muslimani. Andaj edhe ka vendos këtë libër El Adabul Mufrad për që një udhëzim apo një varg udhëzimesh se si duhet të jetë një musliman dhe si duhet të formohet jeta e tij. Jemi në vazhdën e këtyre haditheve ku Imam Buhariu vazhdon të na tregon se si jetonin të parët e muslimanëve, se si e zbatonin ata fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj pasi që përfunduam hadithin se pejgamberi alayhi salatu wassalam i udhëzonte muslimanët që të barazohen në ushqime, në veshje me robërit e tyre, me hizmeqarë dhe shërbëtorët e tyre. Tani vazhdon Imam Buhariu për të treguar se këto vlera shtrihen edhe më gjatë tek mysafirët, tek fqinjet e kështu me radhë. Andaj ka sjellë një kapitull të cilin e ka titulluar Babun Dalatu Ahli l-Islami Ba'duhum ala Ba'd. Ka thënë kapitulli i raportit të lirë të muslimanëve me njëri tjetrin. Kapitull i raportit të lirë të muslimanëve ndaj njëri tjetrit. Dalle është kur njeriu është i lirë me tjetrin, e merr një send, e shfrytëzon, apo i thot ma jep të shfrytëzoj pak se më duhet e kështu me radhë, dhe në këtë këta është i lirë, nuk ka gazep, nuk ka siklet. Dhe do të sjell këtë hadith për ta shpjeguar. Thot Imam Buhariu rahimahullahu taala, na ka treguar Muhammed ibn Ziyadi, i cili thot edraktu salafa wa innahum la yakununa fil manzil al wahid bi ahalihim. Thot i kam të parët e muslimanëve, edhe pse ka qenë prej muslimanëve të gjeneratave të para, pa e ka për qëllim sahabët dhe gjeneratat e para të tabiinëve. Thot i kam muslimanët e parë. Thot wa innahum la yakununa fil manzil al wahid bi ahalihim. Thot ndodh që ata me pasjetu me një vend, me një shtëpi me familjet e tyre. Fa rubbama nazala ala ba'dihim ad-dayf. E ndodh që njëri prej tyre ka jetu varg një shtëpi dhe kanë pas njëri prej tyre mysafir. Ka pas njëri prej tyre mysafir. Wa qidru ahadihim ala an-nar. Dhe njëri prej tyre, prej banorëve, ka qenë duke përgatitur ushqim dhe e ka nxe atë tenxherën e madhe për ushqim, enën e madhe për ushqim. Fa ya'khudhuha sahibu ad-dayfi li dhayfihi. E vjen ky tjetri prej muslimanëve dhe e merr enën, e merr sahanin, e merr tenxherën e madhe për mysafirët e vet. Fa yafqidu al-qidra sahibuha. E ky i cili e ka vënu këtë tenxherë për me e përgatit këtë ushqim, thot, ku më shkoj tenxherja? E mor dikush tenxherën, e ka mor prej në bord. Thot, fa yaqul man akhadha al-qidr
Thot ky zotnia I kësaj ene, ku shkoj ena? E lyp në rreth të kujshit, të njerëzit e shtëpis e kështu me radhë. Fa yaqulu sahibu ad-dayf, ai I cili ka mysafir, I ka ardhur mysafir të shtëpia, thot, ne kemi marrë të nxjerrën për shkak se kemi mysafir. Fa yaqulu sahibu al-qidr, e ky zotnia, ky pronari I kësaj të nxjerrje ene, që I thot, barakallahu lakum fiha, Allahu ju dhasht bereqet juve në atë, në atë të nxjerrje apo në ato mysafir që apo në ato ushqim që do ta hani. Thot wal khubzu idha khabazu mithlu dhalik, edhe bukën kur e kanë gatue, njëjtë e kanë trajtue. Edhe bukën kur e kanë gatu, njëjtë e kanë trajtu. Wa laysa bainahum illa juludul qasab, thot dhe në mes tyre nuk kanë pos murin prej atyre kasabve, janë disa prej gjetheve dhe fletave, si I kanë vendos për mos mu pa me njëri tjetrin. Që I kanë vendos për mos mu pa me njëri tjetrin. Pse ka sjellë Imam Buhariu këtë kapitull? Për të treguar se muslimanët e parë e kanë vlerësue mysafirin e kujshijes, mysafirin e kushëririt. Edhe nëse njani për tyre e kalon në borë, të nxjerrën duke u zi me jemek, me ushqim, ka qenë duke e gatu për vetin e vetë, ka ardhe ka morë tjetri për mysafir të vetë, se ka pas mysafir. Pra kanë nxitu ma shpejt ta ketë ushqimin të gatshëm që ta ndëroje musafirin. Në atë moment, me automatizëm, mysafiri kujshijes është bë musafiri këtina. Andaj nuk I ka kjo vetë që ka kërku ku është, ka thonë filani, unë e kam marrë. Ka thonë Zotit dhash me reqet, mysafiri jot, mysafiri jon. Me rëndësi është mysafirit haje buk. Këto e ka për qëllim në Buhariu, pasaj nga se do të hap kapitullin e mysafirit. Qysh duhet me underu mysafiri, dhe se si Islami ka dhanë një trajtim shumë të veçantë mysafirit. Mysafiri ka një pesh që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lidh me besimin në ahiret, me besimin në Allah. Nëse I beson Allahit, ta ndërosh mysafirin e kështu me radhë. Andaj, prej asaj që ka nxjerrë Imam Buhariu nga ky transmetim është se të parët e muslimanëve kanë qenë shumë të lirë me njëri tjetrin në kryerjen e shërbimeve, sidomos nëse njëri prej tyre ka pas mysafir. E ka marrë të nxjerrën, nga se shtëpitë e asaj kohe s'kan qenë si shtëpitë e kësaj kohe. E tash për shembull ne kemi ma të izolume, ma me dyrë sunhin mrena. Apo, në atë ku kanë qenë ma të lira, dera ka qenë ma e thjesht, murës kanë qenë prej murit të betonit, kanë qenë me gjethe të hurmeve, kanë qenë me gjërat të cilat kanë qenë ma thjeshta. Andaj, pa e lëndu, pa e shqetsu kujshien, pa e shqetsu kushëririn, çfarë kanë bë? E kanë kry shërbimin njëri tjetrit. Dhe jo rastisht e ka përmendur Imam Buhariu kapitullin Dallatu Ahlil Islam, lidhja e lirë, lidhja e pasikletshme e muslimanëve me njëri tjetrin. Dhe kjo ka qenë edhe deri disa kohëra edhe në vendin tonë, sikur që rrëfejnë më të vjetrit, se kanë qenë të lirë me kujshien, kanë shkëmbi ushqim. Ka pas një mysafir, shpejt ja ka liru shtëpia, ka thonë sose krye punën. Ka pas një darsim, ja ka liru, ka thonë krye punën. Ndërkohë që tash me këtë sistemin ri, ku njeriu jeton individin e vet, individualin e vet, vetmin e vet, privatësinë e vet, apo në emër të privatësisë, ti për shembull je I mbyllur. Dhe nuk e din se kujshia çfarë raporti ka tash me tyje. A ta lën mundsinë apo nuk ta lën mundsinë. Dhe këtë kjo ka qenë nga e kaluara e bereqetshme e muslimanëve, ku e kanë pas shpirtin më të gjatë se shtëpiat e veta. Sot njerëzit I kanë xhanu shtëpiat, po I kanë ngushtu shpirtat. Në të kaluara njerëzit ndoshta I kanë pas shtëpiat më të vogla, ama shpirtin e kanë pas gjatë. Kanë kryer shërbim me njëri tjetrin. Dhe çka thotë Imam Buhariu, kjo ka qenë lidhja e lirë, raporti I lirë I muslimanëve me njëri të lirë. Ka morë të nxjerrën, ka kryer mysafir, ka thonë, "Ej, pata mysafir valla, kesh me axhele, kesh të ungutune. Haj që ti habu kapet." Ama mysafiri mos të mhike pa ndërue. Dhe kjo është prej shpirtit të madh që e kanë pasur muslimanët
ndaj njëri tjetrit. Dhe çfarë thot? Thot edhe bukën kështu e kanë pas. Por shemu ka hi kojshia te kojshia ka thon, a mos ki bukë ma tepër se kam një mysafir. Ta nderoj mysafirin, pastaj normal se kompenzohemi. Ama çish ka qenë prit, s'ka problem merre. Nuk ka problem, nderoj mysafirin, mysafiri jot është mysafiri jam. Madje jo veç ka bëu dua, pra kjo dua tregon për zemërgjërsinë. Barakallahu lakum, Allahu ju dhash bereqet, rri rahat. Mos u shqetëso, se ka mundësi dikush për shembull ta kryni shërbim. Ta kryni shërbim, po ti e vëren për iftirës se ky shërbim u kry me siklet. Hajt merre tash. Ni më mëzune keq, po hajt çose punën. Ama ti tranon tash. Te e kry puna, ma shpirti jot u ka lëndue, u ka ranu jo. Me lehtësi, barakallahu, Allahu dhash bereqet, mysafiri jot, mysafiri jam. Let ndihet mirë mysafirin, ndiju mirë edhe ti. E kështu më radh. Kështu ka qenë pritja e musafirve, apo kryerja e shërbimit të mysafirit kojshijut. Po që kanë prit ata vetë mysafirin? Akon shtëpia e hapur për ushqim nëse kojshija ka mysafir? Gostite, prite, s'ka merë, s'ka lidhje. A e ka po për vetën e vetë, ani s'ka lidhje. Pse? Sepse ti japin përparësi mysafiri ka një trajtim shumë veçantë. Sidomos ai mysafiri i cili vjen prej rrugës, ai ka edhe më të veçantë, ai ka edhe hak. E kështu me radhë. Andaj, kjo çka e ka sjellë Imam Buhariu në këtë kapitull, cila ka qenë, është zemërgjërsia, raporti i lirë i muslimanëve në këmbimin e ushqimeve, bukës, çfarë do që ka pas nevojë në vaktin e vet, nëse njëri prej tyre ka pas një mysafir për ta nderuar. Andaj e kanë perceptuar njëri tjetrin si një familje të madhe. Kanë perceptuar njëri tjetrin si një familje të madhe. Pastaj kanë nxjerrë Imam Buhariu kapitullin e radhës, të cilin e ka titulluar Babun Ikramu d-dayfi wa khidmatuhu iyyahu bi nafsihi. Tani çfarë ka thënë? Ka thënë nderi apo mikpritja që duhet t'i bëhet mysafirit dhe shërbimi ndaj tij me vetë durtët tua. Dhe shohim këtë hadith i cili është baza e nderimit të mysafirit dhe shpërblimit të madh që e ka te Allahu subhanahu wa taala. Tregon Imam Buhariu nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, thotë se anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisaihi fa qulna ma ma'na illa al-ma. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا. Tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu se një ditë prej ditëve ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mysafir. Dhe s'ka pas ku mu vendos. Dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam është zotnia e këtë njerëzimit, më i dashur i Zotit alaihi salatu wasallam. S'ka njeri në dunia që Zoti ka ndëruar si Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, nga so zhvula e këtë pejgamberis. Është zhvula e këtë pejgamberis. Ka ardhur njëri mysafir te pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe ka dashur pejgamberi sallam ta ushqeje. Mirë po, në ato ditë s'ka pas kur gjatë të shtëpia. Hiç kur gjatë. Thot transmetuesi Abu Huraira radhiyallahu anhu, fa ba'atha ila nisaihi. Edhe ka shkuë, e ka quë të gratë e veta me vetë, a ka ushqim për këtë mysafir? Fa kulna ma ma'na illa al-ma. Kanë thanë të gjitha gratë ti alayhi salatu wassalam, nuk kemi në shtëpi pos ujë. Veç ujë kena, kur gjatë tjetër s'kena. I po pejgamberi alayhi salatu wassalam është ngushtu që ta nderon këtë mysafir veç me ujë. Asa shpesh Aisha radhiyallahu anha thoshte se ushqimi i shpeshti joni te pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë al-aswadan. Al-aswadan, çka është aswadan? Dy zezat. Hurme ujë, veç hurme dhe ujë. Shpesh kështu e kanë quajtur. E ka quajtur jetën. Në këtë rast s'ka pas as hurme. Edhe çka thot, kit grati ka thonë ja Rasulullah veç ujë kena, s'ka kur gjë tjetër. Dhe kjo është shtëpia më e madhe në tokës. Shtëpia e Rasulullahit alayhi salatu wassalam, i cili nuk ka pas shtëpinë vetë pos ujë. Ndërkohë që na
Ne lastosëm begatit Allah. Ne zgjedhim këta e ha, këta se ha, këta e pi e këta se pi. Ndërkohë që shtëpia më e madhe fytyr tokës Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin e Zotit alayhi salatu wasallam ka thënë melek për mi dridh kodrat. Çfarë i ka thënë? Kanë thënë kit gratë vet komplet. Domethënë asnjëna prej dhomave të pejgamberit alayhi salatu wasallam s'ka pas ujë. Ujë. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أترت بيغمبري صلى الله عليه وسلم من يضم هذا أو يضيف هذا. Atar pejgamberi sa më ngushtu se misafirit veç uj. Ha? Jo vet shpeshar ndodh, jo uj. Dikush as uj step. Wallahi step as uj. Me shpresën që hare çu. Mos flasim për kohën tonë që mysafirllëku është duke u zhduk. S'ka mysafir. Ha? I dhënot. Sa kesh të dalë valla. Çe. Kam lënë. Na para mendo. Pejgamberi sa nuk ka gushtu piksojnë që po vjen, çka ti jap, s'kam, veç uj. Edhe ka dalë te shokët e vet. Edhe ju ka thonë, a ka be dikush me mandëru që të misafir? A ka dikush të mandëroje që këtë misafir? Fa qala rajulun min al-ansar, edhe njëri prej ansarëve, prej medinasëve, thuhet që ka qenë Ebu Talha radhiyallahu anhu wa arda, i cili ka thonë, ana ka thonë, ma jep muja Rasulullah. Pa në mëndo qëfar nderi, me e marë misafirin e të dërguarit Allahut alayhi salatu wassalam, i cili ka kërku nga shokët e vetë, cili po mandëron që ketë misafir. Se s'kam që ka ti jap. I po, njerëzit shpirt mirë, njerëzit me zemër bardhë, e në kryet të tërë është Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ngushtohen me e shlu misafirin qashtu. Ngushtohet toka që ta shlojë misafirin qashtu. Çfarë ka thënë? Ka thënë ki sahabi, ka thënë, unë ja Rasulullah, ma jep mua, a ki ka qenë vetë fukara. E kjo s'ka pas. I po, dë njëherë, shpesh herë, e nga ana tjetër, shpesh herë të pasanikat, ndodhë, a i ka bullëk, ka pasuri, po është dërshtërënguar, e shtrëngun dorën do mi dalë shpirti pivelit. A kitë shifrat i ka të mdoja, e ndo njëherë, e shpesh herë, fukaraja, s'ka shumë të holla, zemrën e ka të madhe, hajde bërën, s'ka problem. Shpijen e ka të vogël, zemrën e ka të madhe. Andaj që tha ki sahabi, tha ene, une, bëma muë. Fantalaka bihi ila mraatihi. E ka morë këtë misafir, edhe ka shku e të shpija e vetë, të familja e vetë. Atëherë ka shku të gruja e vetë, edhe i ka thanë, ekrimi dajfe Rasulillahi sallallahu aleyhi sallam. Edhe i ka thanë, mandëra misafirin e të dërguarit Allah aleyhi sallam. Ki ka pasë që ta është tjetër status. Cili është statusi i këtina? Ta është statusi i këti është se kjo është jo veç misafir, po ki ka ardhë një herë të pejgamberi aleyhi sallam. A i s'ka mujt me, s'ka gjetë ushqim çka ta ndëroje. Çfarë ka thanë? I ka thanë, ndëroma misafirin e të dërguarit Allah alayhi salatu wassalam. Faqalet ma indana illa qutun lis-sibyan. I ka thonë gruaja e vet, e ka tërheq anash, ka thonë, o ti burrem, unë nuk kam buk pos shka sa për fmit. S'ka mas unë e buk. Qatë buk qka e kam për fmit. Dhe kjo të tregon se një varg i sahabive të pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë pas status të varfër, fukara. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh i kanë ngushëlluar këta fukara, për tyre Abu Huraira radhiyallahu an, dhe jo rastisht Abu Huraira ka thënë këtë hadith se i ka përcjell të ngjarje, i ka ditë të ngjarje, ka qenë fukara, ka qenë si ky. Çfarë i ka thënë? I ka thënë shpesh fukarave, fukarat e ummetit tem hin 500 vjet në xhenet para zënginave. S'ka haj, çat ja llogari. I ka thënë gruaja vet, ka thënë, vallahi burrem nuk kena pas ushqimin e fëmijëve. Çat ka mbrojt për fëmijët. Fa qala hayyi ta'amaki wa aslihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idha aradu asha. I ka thënë, përgatite qatë ushqimin që e kije,
Bane hazër, qatë ushqim që e ki, bane hazër për misafirin. Edhe regulloje ndreqe kandilin, fenerin, ndreqe. Edhe futin gjumë e vladët. Shko, për qëto vepra që i ka bo, sa do që të vogla duken, detalet im të duken, Allahu subhanahu wa ta'ala ajet ka zbrit dhe ka qesh me këtë burë dhe këtë gruje. Zoti madh subhanahu wa ta'ala. Shiko që i ka thënë gruzve, gruja vetë i ka thënë, veç për fëmijët ka mune buk, ku e ke morë dhe këtë misafir? Çfarë i ka thënë? Ka thënë, jo, ka thënë qatë ushqim që ka e kije, përgatite. Lambën regulloje. E ka pas për qëllim fike. Do ta shojmë mësane. Ka thënë dhe fëmijët futin gjumë. Mu ma ka pru këtë misafir i dërgumi Allahut alayhi salatu wassalam, dhe unë e kam morë për sipër me ndërrua. Qatë ushqim që ka na kam bet, qatë kena me ja dhanatina. Ka thënë e kur dojnë me hangër bukë e vladët, shtinin gjumë në të flejnë. Pas ta ja bëjmë qarën, masit kaloje misafiri. Fehejje e ta'ameha. E ka bo hazër qatë ushqimin e vladëve, ja ka bo ushqim misafirit. Wa aslahat sirajaha. Edhe e ka regullue lambën. Wa nawwamat sibyanaha. Edhe i ka fut e vlatë në gjumë. Ka fut e vlatë vetë në gjumë. Thumme qamet ka enneha tuslihu sirajaha fa atfa'athu. E tani për mos me ngushtu, shiko nderi i muslimanit, shiko ambicia e një muslimani për të cilën vepër Zoti ka zbrit ajet dhe ka qesh me këta dy njerëz. Shpeshherë njerëzit thonë, unë kam me bën në islam një punë të madhe, kur gjas ki me bën? Kurse ban një të vogël, s'ban të madhe, s'ban kurti. Ai që me të imta nuk ndëron, as me të trasha nuk ndëron. Ai çka mundet me bën sot një punë të mirë, e se ban. Ai kur s'ka me bën punën e mirë, s'ka ka ëndër me e bën. Sahabët nuk e kanë nënçmu asnjë vepër, sepse i ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, mos e nënçmoni asnjë vepër të mirë. Çka ka bën kjo? Ushqimin e vladëve të vetë e ka bo për misafirin. 1, 2, e ka bo lampën hazër për me eshin. E ka kall edhe e ka bo hazër me pak me eshin. Edhe 3 i ka fut e vladë të vetë në gjumë. Mos qona të më thonë, bëjma bukën. E vladë musanena dhem, i ka fut në gjumë. Qatë periudën që ka ta flenë, misafiri ha bukë. Në regull. Pasaj qëfar ka bo? Për mës me ngushtu misafirin. Sa e kish pa, se këto të ditë që janë të hangër, unë jam të hangër vetë. A ish ngushtu qish, unë e erdha në shpit këtëne, këto s'po hajnë, unë e po ha. E që ka bo? Kysh e per regullon, lampën e ka fik. E ka fik lampën. Edhe të hangër dartë, në atë kohë, kur të fikët lampa, nuk shijet. Ja ka vendos pjatën para vetës, bukën para vetës, e këto kënena anësh, kjo e ka fik lampën, mës ta shohe se i Zoti i shtëpisë nuk ka buk para vetit. S'ka buk ki para vetit. Se bukën që ka e kanë pas vetëm, e kanë pas vetëm për misafirin. Thot, ka enneha tuslihu sirajaha fa atfahathu. U ka bo kishe për regullon, lampën, fenerin, kandilin edhe e ka fik. Wa ja'ala yurijanihi ennehuma ya'kulan. Shumë interesant kjo. Kur njeri është në kulmin e detalit, mës me ngushtu misafirin, mës me ngushtu dostin. Sot njerëzit nuk e kanë ngale, ta shto një laf, 3 mujtë të sën fle. Ta ban me diabete, me shtipje, me këti. A ka nësmu të ta? Gjona ka nësmu e. Ti mëre e kismu ata. Ti mëre me lafët e tu e kismu e. Smun e vladin, e smun rejen, e smun dostin, i smun krejt. Pse? Si i smun ta vetë. Zati këto të smutit, këtë dunjanë e smun vetë janë qnosh. Kur njeri është i smut fizikisht, krejt rotull tina kanë mundësimi i një muë. Apo i një muë. So i smut janë dreqin. Kur o i smut psikikisht, këtë i smun kja i shnosh. A këni pak njeri kur o i smut psikikisht, që që i dhem kur gjam tina, i dhem krija. E këtë i smun, ama vetë jetë i shnoqë dhe i shko kur gjohë, realisht. I shko kësfar detalista kanë qenë sahabët në mirësi, në vepra të mira. Dhe janë bo të ditë kishe po hajnë.
sa i kam, ajo as pohani, këto janë bokshë pajnë, merr enën, merr lëviz pirunin, lëviz lugën, apo kanë bo zhurë ma kishe pohajnë buk. Ose s'ka me hangër. Ja kanë lënë kitë bukën misafirit. E ka shim lampën më stashohe, që ai dënginjët, dëngopët me ushqim. E ky, nëse i shkon me një, a janë të hangër këto, po janë të hangër. Apo janë bokshë janë të hangër. Wa bata tawiyni. E këta kanë fletë të uritur. S'kan pas ka me hangër. E ushqimin ketja kanë lënë misafirit. Falamma asbaha غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم e nesrit në mëngjes sabah kanë shkuë herët të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam çka u kri si vepra të mëdha të nas kush e kshir mora këtë vepër e po dikush thot po të mëdha vaj babo kjo po vepër e madhe ju ka thënë për shpirtin e bardhë për shpirtin e mirë ala pa fol ala pa e thon kjo asnjë fjalë që ka thënë laqad dhahika Allah au ajiba min fi'alikuma çfarë ka thënë Allahu subhanahu wa taala ka qesh apo u ka çudit prej veprës juve dyve çka tregon kjo minjar shpallë ka reagu Rabbul Alamin ka zbrit i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se vepra këtyre dy njerëzve i ka pëlqy Zotit ka qenë Allahu razi edhe ka thënë kallzojo se pi punëve, që ka bo? Ka thonë, që kanë manovru punën që misafiri me hangër buk e mëstavoreje, Zotë e ka përqi këtë punë edhe ju ka ka dhu sa ka shku sabat e pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, Allahu subhanahu wa taala ka qesh apo u ka qudit me veprën e juve me gjithë Allahu e din mirë po ka dosh me shprej pejgamberi alayhi salatu wassalam knatësin ta dish se Zotit i ka përqi këtë punë Zotë i ka përqi këtë punë pasaj që ka thonë wa anzal Allahu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم تبرتدنا قطن الله سبحانه وتعالى ده بركتا اكازبريت الله سبحانه وتعالى آيات القرآن نسون الحشر تطلع الله جل جلاله dhe disa sahabe i kanë dhënë përparësi tjetrit walau kana bihim khasasa megjithse vetë kanë nevojë ai vetë ka pas nevojë me hangër ai vetë gruaja vetë ka pas nevojë me hangër vetë evlat të vetë kanë pas nevojë me hangër e kalon evladin vetën gruajën ti jape përparësi misafirit të Allahu xhel xelalu walau kana bihim khasasa shumë ju ka dash ky ushqim por e ka ndëruar misafirin e të dërguarit Allahut alayhi salatu wassalam wa man yuqa shuhha nafsihi fa Allahu subhanahu wa taala e kushiruat shtridhjes dhe kopracisë së nefsit egos ajo shka veç ty ta do ajo që veç ty ta kana fa ulaika humul muflihun këta janë ata që shpëtojnë te Allahu subhanahu wa taala këtë hadith e ka nxjerrë Imam Buhariu gjithashtu edhe në Sahihul Buhari këtë hadith do ta sjellë një bark hadithësh Imam Buhariu në këtë kapitull në Adabul Mufrad për treguar për nderin e madh që e ka misafiri në Islam dhe se si ka rregulluar Allahu subhanahu wa taala çështjen e misafirit lart në Islam. Para se të kalojmë te hadithi tjetër, dobi që kanë nxjerr dietarët nga ky hadith. Nëse ka një varg dobish, qoftë ligjore, fiqhie, juridike, qoftë tërbije, se neve na intereson këtë tërbijes, këtë të edukimit, që u ju mungon një varg muslimanëve në mesin tonë. E para, të ndërum xhamat, që kanë nxjerr dietarët nga ky hadith çiko tërbia dhe edukimi në kohën e sahabeve ka qenë me vepra jo me fjalë. Nuk i ka thonë ajo gryz vet ai sahabia Ebu Talha në transmetim unë kam o gruaje po du me morë një misafir pejgamberit sa më shka thuti ata morna tu bati negociata me gruaja ata morna pejgamberi sa vetë ka dash me ndërua ata. Ka thonë kush për më merë që këtë misafir me më ndërua ki ka thonë une, u kri ke punë mo a grys vetë që ka thonë bane azër ushqim, s'ka më ushqim veç për fmit, që ata kena me adhan misafirit. Qëfar të regon kjo? Se edukimit e to ka qenë me u kri kjo, une e mora, apo sot për shembull ka dale ta veti prit veç pak, të kalzoj dhe për 5 minuta tu më kalzuti mu për 5 minuta kryet kjo punë dhe, s'ka vak kjo punë a njëra të prit, a me mora jo për këta sy shiko
raporti bashkëshortor me sahabe dhe sahabeshave, burr gruaje, çish ka qenë? Ka qenë me vepra. Unë e kam marrë këtë mysafir. Duhet më apo çfarë, më apo zgjidhje. Pejgamberi alayhis salam ma ka nderu familjen dhe shtëpinë kur ma ka dhënë mua me këtë mysafir. Andaj ka qenë tërbia me fjalë, e cila më e fuqishme se tërbia me vepra, më e fuqishme se tërbia me fjalë. E dyta, të nderuam xhamat, akhlaqet, moralet, edukimet nisin shtëpi. Do më thonë, Zoti i Madh Xhelel Xhelalu i ka thënë këtyre dyve nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, ka qesh Allahu me juve dyve, çka keni bën natën. Çka kanë bën? Ndark. E ka fshim dritën, i ka shti fëmijët me flet, edhe u ka bë kishë po ha, e ka lënë misafirin me lën rahat, me ëngë rahat. Zoti ka reagu. Subhanahu wa taala, mi arshin e vet. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, laqad dhahika Allahu min fi'alikuma. Allahu ka qesh me veprën e juve dyve. Me veprën e juve dyve. Medresja, shkolla e parë ku njeriu merr akhlaq është shtëpia e tij. A mund të paramendosh këta fëmijë që rritin këtë shtëpi, çfarë akhlaqi kanë? Kur e shohin babën e vet, e nanën e vet, se si e respektojnë misafirin, se si e çojnë vend fjalën e pejgamberit alayhis salam në nderimin e misafirit. Andaj, nëse nuk ka akhlaq dhe shkollë në shtëpi, shumë vështirë është me pas jashtë. Andaj kur ta shihsh dikan të ndershëm, të moralshëm, fisnik, bujar, gjymert, piku ka dal. Ka përjashtime, ama baza në familja. Ka përjashtime, ama baza në familja. Për këtë arsye, medresja e parë që njeriu merr mësim ta në familja, aty zhvillohen karakteret, aty zhvillohen moralet. Nëse aty degradon, shumë vështira pasaj me rregullue. Nëse njeriu në shtëpi, nëse shtëpi degradon, nëse shtëpi nin fjalë ndyta, por ato është normale, sepse prindi është autoritet i padiskutueshëm. Kur prindi e përdor një fjalë, te fëmia regjistrohet si sa një mirë. Pa i më kanë shamja e keqe, thot fëmia me natyrën e vet. Ai pa vëmë si shamë kanë. Apo, ama kur nuk e dëgjon kur e dëgjon me fjalë të mira, fjalë të moralshme, atëherë këto mbillën te ai edhe rrënjosen. Tjetra, nuk ka mundësi mu bo një nder, ma në men këta të ndërum gjëmatë, qiko, jo rasisht i ka thanë, fëntalaka bihi ila mraetihi, e murë këtë misafirin shkojte gruja e vetë, këj sahabia, shkojte gruja e vetë. Dhe këtë manovër e banëm bashkarisht, ti tha, shtini fmit në gjumë, edhe të e ndrejq kandilin, shime, mës të shofe neve që s'kena shka me angër, letë të ngopat, mirë me ushqim. Edhe ajo e boni minjarë që shi tha, ki që sa i thojnë bashkëpunim bure gruje. Nuk ka mundësi një shpi me pas sukses në kur gjo hiq kur gjo hiq. As një nderë se një aban një misafirit, as një sopër se në shtonë që ishduhet, nëse bure gruje se janë bashkë. Ti do me pru një misafir, ajo zdo, ajo do ti zdo. Ti do me jadon një edukat fëmijës, ajo a jep të kundërtën. Ajo do me jadon një edukat, ti a jep të kundërtën. Ti i thue nuk lejohet, ajo i thot lejohet. Ti i thue dil jashtë, ajo i thot hin mrena. Ku të ketë kësi konflikti, s'ka regullim ati. Si bëhet regullim të ndërun gjëmat? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ndihmohuni në të mira dhe mbarsi, takvallëk. E kjo barsia dhe ndihma fillestare është ku? Në bure gruje. Bure gruje. Kur atë të dijan me një fjalë, fëmija ka me dalë, qashtu. Dhe gjdo sen që ka bëhet me bashkëpunim dhe bashkëveprim, është ma e mirë sa ajo cila bëhet mënyrë individuale prej njëri prej dy bashkëve. Andaj, prej më të fuqishmeve raporte që i kanë pas sahabët, burë e gruaje kanë qenë bashkë. Burë e gruaje kanë qenë bashkë. S'ka pas mundësi gruaja. Shiko sot për shembull e kemi na këtë thirrjen feministe. Thirrjen feministe, e cila është degzim i thirrjes ateiste. Apo drejtat e veta i ka gruaja, pse me e vet burrin e vet, pa ajo as pat men, ajo as po di, ajo peshkel li gruajan, e tjerë. Kush e shkel gruajan? Ama dihet që burri ka përparësi, sa ajo është krye familjari. Ai prit misafir. Ai e ndëron dikan. E gruaja në këtë rast nuk duhet shumë me ja shty negociatat, e me ja zvarr muhabetin. E kur pas ka ardhur, po shumë ki kallxumu, po erdh.
A i tha kjo gruaja këtij sahabijës, pas pat në sahabi tjetëra, a ti ma fukaraja që shkove qëllove, ki fukara ka qenë, ti ma fukaraja shkove ja more mësafirin. A ka mujtë mi thonë gruaja vetë, o burrjam, po ku shkoveve ti e more mësafirin të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam? Ebu Bekri se ka mor, Omeri se ka mor, Othmani se ka mor, ki shku ti e ki mor. Jo. Veç i tha, çka të bajnë se unë s'kam ushqim për çaq. Ajo sikletin e kish në s'kam buk për kret, veç një njeri t'i del, se veç për fëmijët e kap. Edhe këtë ta e manovrum. Kjo të regon pëse bashkëpunimi edhe në varfërie më i fortë se sa përçarja në zëngjëllëk. Ka plot familja në zëngjina, kam përçarja. Edhe në përçarja nuk zhvillohet kur gjo. Po këtë asyje, njëra prej mësimeve që i nxjerrin dietarët nga kjo hadith, cila është që njeriu të bashkëpunon me gruën e vet në kryen e veprimtarive të veta. Tjetra, lënia keqe vetvetes. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Nuk ka mundësi njeriu me boni nder, me boni mikpritje, me zgjat dorën e ndihmës, një sadaka, një përkrahje, edhe ati Terezia hiç mos më ju prish. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Asnjë adhurim nuk bëhet pa ja prish pak Terezien. Edhe ti sot që ke ardhur në xhumë, tash normal se diçka mund të më prish Terezia, por Allah e kompenzon. Edhe Ramazani lihet pak anësh Terezia, edhe sadakaja lihet anësh zakati e prishti pak Terezien, apo. E disa njerëz mendojnë me jetu në Islam, ama hiç mos më u turbullu kur gjë, po s'ka mundësi. Po nuk ka mundësi. Po ti për me jaboni nder dikujt tash pak prit, apo pse s'hati sot diçka, s'ka problem për me ndëru tjetrin. Pra nuk ka mundësi mu arrit një mirësi, një vlerë, një moral pak pa u harxhu bidetes. Do të mu harxhu pak. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim. E kanë lënë veten keq. E ka dikush për shembull thot, valla, ja dhash këtina, po jo që më duhet. Apo sa për një thot, merri çto kputa se sa ti vesh gurgush. Po kjo nuk ka besata ka. Kjo është me ek bërllok pishpije. Kjo nuk ka sadaka. T'ja jap ti një tesh, një part kpuce apo një pasuri e ta ndihmosh dikan, aty shumë ki nevojë për çata. Ti e do shumë ata. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. S'muni me arrit imanin, mirësinë, xhenetin derisa ta jepni nga ajo çka e doni. Ti takona, ti e do, edhe e jep. Por këtë arsye shikoj këtë sahabi. Fëmijën e ka shtin gjumë. Vetë s'kan hangur të ditë burë e gruje për me ndërruhe, ama ka ragu qila. Pi Allahu subhanahu wa ta'ala mbi 7 palqije i ka zbrit hadith të pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe Kur'an në sure Hashr. Andaj kjo është prej asaj se e kanë nxjerrë dietarët në këtë hadith. Gjithashtu të ndërum xhamat. Shplot për njerëzve e përzin dhënien për parësi me naivitetin, sidomos kohën e kapitalizmit, sidomos kohën e levlo ban parët i njarë për veti më sane, apo jo të ndërum xhamat. Këto budallë që janë kanë, ki ka mujtë me thonë, jo Rasulullah, s'pas na buk, veç shmite unë afë, miti në është me buk për misafir, falë, s'kam. Funit për të i mundësijës është kjo. Kjo për të i mundësijës të ema, apo cili për neve njërë i kështë tonë, mës hani sot buk jot në taj misafiri. Ka vdek kjo punë. E të ndërum xhamat, i thari dhënja për parësie tjetërit, altruizmi, nuk është naivitet, nuk o budallallëk, nuk o që ti s'podi, sikur që trajtohet sot. E ta pas ka shlu, thot, s'pa e dit, ki mujt mi fitu ti, Allah. Ti thua, anë be e lash të fitoj e ki. Ja, do të ki mujt mi, pse marë se ki fitu ti? Po anë be une e pash, une mujta mi fitu e. Po e lash vlavin tem le ti fitoj e ki, qka bata, pune ma dhe bata. Apo, sa njëriz logarit naivitet, i thuti, mujta me po që këtë biznis, po i thash ati, fitoj ti, vla. Sa problem? Ja, thot, mësë pa naif. Pse që ki fitu ti? Po dhe këto kanë mund. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allahu që ka përmend në Kur'an. Allahu ka përmend në Kur'an. Fukara mirë po me mender. Mender e kanë prek derën e qilës. Pse që ka prek derën e qilës? E ka lanë vladin e vet, e ka lanë shpirtin e vet, e ka lanë barkin e vet, stomakin e vet. Ka thënë letaj misafiri të dërgumit Allah alayhi salatu wassalam. Andaj shikoj të ndërum xhamat, nuk është mi dhon për parësi tjetër naivitet.
ta pas kanë shlu, thot, a shpesher do fatkeqësisht kjo, edhe të prindrit. Apo, o gjalja, po s'debe ti. Apo, po qire shpiloni, por s'po du qashtu. Apo, a fatkeqësia mbi fatkeqësia cila, kur ti thu dikujna, a be haram ke kjo, s'unë mujta me fitu, po haram ke e lash. Apo, po haram, mere më fitoj e ti një armë sa një haram. Hajt lejnë, kusha të këshirë sot. Edhe kusha të këshirë sot. A kusha të këshirë sot. Do më thonë s'ka met kur gjon pos me fitu dinarin, qëfar mënirët vjene. Apo, a halal, a haram, a në gjenet, a në gjenem, a të me të ftira, së me të ftira, a je i moralqëm, a je i pa moralqëm, s'ka problem, bani parët. Jo të ndërun gjëmat, jo. Duhet me rujt një kaqore ftirë. Po merë mundësia, po tarë mundësia, po Zotit ka sprovue. Zotit ka sprovue. Wallahi ma mira me një kaqore buk e halal, se me ti ofru ti kitu shimët e botës, a më ta haram janë, të ndërun gjëmat. Ti ndërton gjenemin tanë me ata, ti helmosh në fund me ato. S'ka mundësi mos mu helmu me ato. Andaj, mos ta trajtojmë naivitet si e qelësin e muslimanit kur jep për parësi tjetrit. Mos flasmin haram. Tjetra të ndërun gjëmat. Jo çdo sen bat me pare të ndërun gjëmat. Që s'kam pas pare. Apo, shpash plot dhe musliman ju ka hin krije. Ti baj thot o gjoni njerë të pare, më zani kismet Allah islamin ka me një muhe. Po i banet i parët, po islamin Allah se një muhe. Po ti alave 100 euro si ki hek për gjepit. Mos fulni për 1.000 euro se du të me dnu stand. Du të me ta qetë zemrën pak me të hecë gjaki, stek gjaki. Allah thot kura ka në fukara, sa të mjapa Allah i pare. Dhe Allah këto i ka përmenë në Kur'an. Nëse na jep Allah i kena me dhanë. Wallahi na njoh na njerëz të cilët kanë dhanë, nëse na jep Allah i na kena me zgat dorën te o xhallar, te ndihmat, te musliman, te talebët. Wallahi një dinar s'ta jep. I ka shtëpinë e vet, po në biznesin e vet, po veturat veç qindron, ama mi thon s'ka më gjë. Të mshelta i kam. Andaj ruje gjuhën pak. Nuk është ndihma veç me parë. Ndihma është donjëherë edhe për krahje. Ky s'ka pas parë. Ki ka thonë gryës vetë, sa ka buk për një njeri, se për fëmijët e kam. Ka thonë ani, vetëm shtini ato me flet, e na bomi kështë e po hajna, shime dritën, let haje ky. Këtu s'ka pas dhanë me të pare, e ka prek qilën. Së shkit të pare të ndërum gjëmat. është do njëherë reagimi në moment, qëndrimi momentit. Një status që ka e kiti në moment, ku ti mund është me e bohe, që të nëna me e pri shket, po se banë, se ki ndërë, ki ftyr. Andaj nuk është kret dhënja, qëfar? Ka mundësi ti me një fjallë të mire krim bunën. Për këta syje të ndërum gjëmat, këta sahabi e fitun gjennetin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nderin e përmendjes në Kur'an me qka? Me pak. Me qka? Me ushqimin e evlatëve të vetë. Sa hafmija, pak se e ka rujtë për evlatë të vetë, je ka dhonë misafirit. Për këtë asyje të ndërum gjëmat, jo gjdo nder fitohet me pare, jo gjdo mirësi fitohet me pare. Me qysh fitohet? Me pak, me një gjest, me një qëndrim, me një përkraje qofte dhe morale, e fiton shpërblimin të Zotit Madh subhanahu wa ta'ala. Këtu ka të ndërum gjëmat edhe shumë sime do të shtim pastaj për ligjëratat e ardhshme. Lutim Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti on xhelel xhelal ti pastron zemrat tona. Na bën të gjymert, na bën bujar. Mos na i shtrëngon Allahu zemrat, mos na i shtrëngon Allahu duart, mos ta bën Allahu subhanahu wa ta'ala të mendojmë që ne në këtë dunja do të mbesmi për gjithmonë. Dunjaja të ndërum xhamat është për ta fitu ahiretin, jo për të jetu këtu. Këtu është mbjellja, aty është korrja. E lutim Zotin e Madh që Allahu na mundson me mbjell iman, me mbjell vepra të mira e me korr xhennet në ditën për kur dalim përpara Zotit te bareke ve ta. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti on xhelel xhelalu aty ku ja kemi qollu Allahu tash problemeve ka qenë prej Allahu subhanahu wa taala e kudo që kemi gabuar ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. Lutim Allahu që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.